Në Kosovë, shumë punëtorë janë të angazhuar në mënyrë jo formale, pa kontratë pune të nënshkruar. Kjo praktikë është e palegjshme, por nuk i përjashton punëtorët nga të drejtat që i garanton ligji i punës. Sipas vëzhguesve të drejtave të njerëzit, numri i ankesave të punëtorëve është më i vogël sa shkeljet që ndodhin në realitet. Njohuria pamjaftueshme e ligjit, mungesa e informacionit, frika nga humbja e vendit të punës, shpesh janë shkaku i heshtjes dhe mos raportimit të shkeljeve të drejtave të punës. Arsye tjetër është mungesa njohurive tek punëtorët për të drejtat e tyre. Çfarë mund të bëjë punëtori? Të paraqes ankesë tek Inspektorati i Punës, por ka të drejtë që rastet ta dërgojë direkt në gjykat. Të kërkoj përpilimin e kontratës me shkrim nga punëdhënësi. Të kërkoj pagesat dhe të drejtat përmes padisë civile. Në raste ekstreme, të paraqes kallëzim penal për shkelje të drejtave të punës. Inspektorati i Punës brenda vitit trajton rreth 800 ankesa nga punëtorët e sektorit privat, të cilët pretendojnë që janë shkelur të drejtat e tyre në vendin e punës. Ligji aktual i punës është ndër ligjet më vitale në vend, sepse rregullon punësimin e mbi 370.000 punonjësve në sektorin publik e atë privat. Si mund ta dëshmoj punëtori marrëdhënien e punës edhe pa kontratë? Me dëshmi nga kolegët apo klientët që kanë parë punën e tij. Mesazhe, email ose komunikim në rrjetet sociale me punëdhënësin, pagesa bankare, fatura apo lëvizje të fondeve. Uniforma pune, dokumente të brendshme dhe orar pune. Në praktik, edhe mungesa kontratës nuk përjashton ekzistimin e një marrëdhënie pune, nëse punëtori e ka filluar punën me pajtimin e punëdhënësit, punon në mënyrë të rregullt dhe të përsëritur, kryen detyra të caktuara për një rrogë.